Keni dëgjuar këngën e re që ka bërë Parashivia? Porno. E ka pasur lezetin e vet. Porno. Më fal për shprehjen, më falin dhe miqtë tanë që na dëgjojnë. Pornografi pas seksin aktual. Për mua është fundi. Çfarë do shikojnë të rinjt, do thuash ti nuk i din të rinjt. Në rregull, ti pse ja ushqen më tepër? Kaq. Të tjerët janë, më thënë, u bë çdo gjë për të reklamuar të paqenin, që ishte një i paqen ai, që ai e dinte ku ishte. E reklamoi Fevziu që turp të ketë për vetë e tij, për mua nuk duhet quhet më gazetar Fevziu, dhe e di Bledi çfarë them kështu, shumë drejt për drejt. Për mua duhet ta lë atë që ka bërë, sepse për aq lek sa mund të ketë marrë që ka bërë, ose nuk e di për çfarë e ka bërë, çka kishte ky person për ta reklamuar televizioni? Një emision që dëgohet, të shihet patjetër. Çfarë kishte ky njeri që ky e pa Parashevin të tjerët, nuk e dinin ku ishte Parashevia? Parashevia nuk donte të vende donte të rinde atje, ose kishte problemet mendore të saj. Gjunafër, patjetër që më vjen keqardhje, se ishte goxha, si thon, emër potent. Por tash nuk ja zgjodha unë emrin, as mua nuk më zgjedh një emrin, po u ka dhënë disa ncep. Pra ky e mori që ta shfrytëzoj. 1 dhe 1 bëjnë 2, nuk bëjnë 3. Ky është mendimi im. Pse nuk e gjeti njëri? E dinte Ksimnika ku ishte, e dinte Frederik Ndoci ku ishte, e dinte Rita Ndoci, flasin për njerëz artista, njerëz për të qenë. E dinte Ermira Babaliu ku ishte, gjithë e dinin që flas që janë në Amerikë. Nuk donte ajo. Pastaj ne jemi nga ata që nëse mban mend humbjen kur bëri Saliu në votime, kur i bëri para sa vitesh, para 3 dekadash, që doli bëri një fjalim që bëri dhe dolën dhe lotuan njerëzit. Kaq jemi ne. Ne harrojmë direkt. E harrojmë atë nisin që na hedhën, e na këpusin ato popullat një nga një, derisa na xheveshin komplet. E tha ky Lapaj, që më në fund doli Lapaj. Pra, fut dhe baban e ti në çfarë do të dëgjoj më në këtë vend apo në vendin tonë. Vendi jon duhet pastrohet. Po nuk është pastrua vendi ynë, unë nuk di çfarë them. Po nuk është pastrua vendi ynë, fatkeqësisht ka njerëz të mirë. Por gjithmonë duhet të kalojnë në testet që duhet të kalojnë, duhet të duash vendin tënd, po nuk desh vendin tënd. Vendin tonë i bie si përfundim, nëse kemi pak cip edhe ta themi, si përfundim atëherë vendin tonë pas ka dash vetëm Enver Hoxha atë që i ndruan varrin. Më fal 1000 herë, më fali populli nëse unë them në një gjë gabim. Nuk dua të di çka ka bërë, çka ka vrarë, çka ka prerë, ajo është gjë tjetër, ta gjykojmë për atë që ka bërë është tjetër gjë. Po si përfundim vetëm një Enver Hoxha Dilka që pas ka dash Shqipërinë. Nga uzinat, nga çdo gjë që është turpi botës, se më duket se ka dhe nipin e tij politik, që e ka një Hoxhej. Më thënë ai ka mohuar gjyshin. Kaq pa cip jemi ne. Raca jon. Inshallah e merr kjo Amerikë vllai, e them me gjithë shpirt. Inshallah e merr kjo Amerikë në gojim, sepse shqiptarët kanë nevojë për një dorë të fortë. Shqiptarët po nuk drejtohen, shqiptarët vetë nuk kanë mendere të ngrihen. Ne do ngrihemi kur është në ndeshje futbolli, ose kur është për të vrarë njëri tjetrin mbas shpinën e tij vemi të nesme në varr. Vetëm për këtë na ke. Më thuaj një gjë të kundërt, më kundërshtoi dikush që thotë, Arjan nuk është ashtu si thua ti, se shqiptarët do njëri tjetrin. Ma thuaj ku? Këtu në Amerikë jemi, mezi e shohim njëri tjetrin. Me llafe jemi. Kudo që vemi, mezi e shohim njëri tjetrin, kur bëhemi me njëri tjetrin. Kur janë të huajt, bëhemi me të huajt si vlla e motrës, sikur na ka pjellë një nën. Arjan, për herë të parë Shqipëria do përfshi në zgjedhje dhe votën e emigrantëve. A mendoni që emigrantët do japi një dorë këtij pastrimi që ju thoni? Nuk do jetë e pastër kjo, absolutisht jo. Unë nuk e besoj këtë. Miku im, unë nuk e besoj këtë. Këto janë gjitha të cajuara pa filluar këto akoma. Në ato që unë dëgjoj dhe bëhen, këto janë gjitha të cajuara. Të gjitha të cajuara. 1 dhe 1 bëjnë 2. Unë nuk i besoj këto. Po nuk erdhi një fuqi, nuk e di, një super fuqi, unë besoj vetëm Amerikan nëse na bën. Inshallah vë dorë, Trumpi se duket vërtet shumë zotëri nga karakteri, nga tipi i vendosur. Do shikoj janë në vetë interesin vet, po pse këtë shikoj? Unë do të shikoj Shqipërinë. Ç'm duhet mua Greqia, apo parësi se unë atje urrita. Urrita se më përzuri prindi im. Më thonë sa, më përzuri ai që drejtonte shtetin. I pabesi Shqipërisë, që ai duhet ishte varr në mes të Tiranës, nuk e di çfarë bën plaku merr e marrin zvarr miq që se marrin me otorak, ta çojnë nga mbrapa.
nuk e di, nuk këto janë gjëra shumë të shkatruara, të qelbura, besoj, për njerëzit, sepse një plak që ka marrë fund, që s'di çka ka bërë për familjen e tij, vajti vrau sa njerëz. Nuk them unë, them gjithmonë çfarë shohim nëpër media. 21 janari, apo qa nuk ka bëra njeri, qa nuk bërja njeri bashkë me këtë tjetrin, se mos mendojmë se këtë tjetri është larg. Me këto që po dalin apo qa pash një emision të Flavio Qari që del shpesoj nuk prishin punë që themi në emër, se miqtan janë gjithë, edhe të tutë besoj, që po del me dy anije që kishin në mari, kanë vënë në Vlorë gjasën për të prodhuar energji, sa miliona kanë vjedhur pa u vënë në punë ato, plus këto senatorë që dolën. Këta njerëz miku im, për këta, por nuk zgjohet më i fshat, më në falë për shprehjen, po kështu troç fare, nuk zgjohet se duhet të zgjohej ai xhaxhi, atje ku është, sa i të vinte në hak. Ai e bëri gjithë muzikën që ishte moçale, e bëjnë në vend për të qenë. Dhe ça dalin tash fam. Ai duhet që këta t'i kalojnë në hell. Do të thuash ti po pse se bëjnë këta të tjerët. Po kush do e bëjmë, këta janë me njëri tjetrin. Nga dolën të gjithë bandat tash, nga dolën ku ishin përpara. Pra është frika. Është frika. Arjan, kam dhe një pyetje të fundit. Cila do jetë kënga e radhës? Keni menduar ndonjë këngë tjetër? Kam projekte, por që do thëra më mirë ja lëm kohës, kam kolazhe jugu, kam balat tjetër, kam dhe këngë greke, se atje u rrita. Unë nuk kam uhuar në një që u rrita atje, po unë nuk bëhem grek. Unë nuk ndryshoj do të gjakun, edhe s'dua ta ndryshoj, jo se parësisht se kam njerëzit më të pabes. Vetë shqiptarët, fatkeqësisht. Se ne jemi të pabes. Ne nuk i japim rëndësi vlerës, nuk e kam të vetja, te kushdo që ka vlerë, ne do japim andi vlerës. Më futet llumi i Tallavas, edhe kemi ngrit atje kush do të thënë ma nxjerrin dhe në ekrane do të thënë të njohura. Po pse më për Tallavan ngelëm ne? Kjo ishte kultura jonë. Në Tallavan dikur e mbanim në për çadra, që këndonin hajeng andej për të bërë zhurmë, do të thënë kur martohen ai kështu sa për të kupton. Megjithatë. Arjan, shumë faleminderit për intervistën dhe paça me jetë ty dhe dëgjuesit e tu. Për çdo projekt që të keni, besoj se do jemi në komunikim për ta promovuar, për ta. Ju të falenderoj dhe vërtet më ke lënë pa fjalë, nuk të njihja edhe më përpara, se duhet jemi, unë jam i sinqert, pak nga vetvetja, por më ke bërë pyetje që nuk i prisja nga dikush deri më sot. Nuk i prisja, qofse do jemi të sinqert. Edhe ku bëhet dallimi gazetar me gazetar, nga pyetjet që bëjnë, besoj unë. Shkojnë gjithë bëjnë pyetje për çfarë ka veshur, si e ka veshur, pse e ka veshur, ose më fal, e fundit. I shikon vetë besoj ca emisione që jep Topja, kush i jep, nuk e di, që mblidhen ca vajza që flasin që qa bëjnë këto ordinere femra, mund ta di? Më thënë, si është e mundur një kanal, se tani iku, rrafnet pas. Kur i njifja unë tani ishte tjetër që kishte tjetër projekt për Topin, po a është e mundur, më thënë, s'din qa po thonë, dalin 3 vajza, 4 vajza, nuk e di mor djalë çfarë japin kësaj rinie, më fal, po unë besoj se ka ardhur fundi. Prandaj fëmijët tanë e ardhin, domethënë nuk din ku janë ngërmat, dallojnë ngërmat turp. Të paça me jetë, ty dhe njerëzve më falni, e di që bëj armiq, po se them të vërtetën, se po thoya diçka tjetër, do kisha miq sa do mprisin fansat këtu jashtë, to mos tash i dolat e VIP. Lëm tash, lëm. Më dërgosh temën blu, se do e vartësh. Mos rresht duke. Do varet varsën tënde këtu tash të VIP, të lutem maçose. Mbaroj ajo, iku unë s'dal pa të më, iku të paça me jetë. Ju pafshim, faleminderit. Kalofsh mirë.